Sot në emisionin e mëngjesit Ditë e Re kemi kënaqësinë të mirëpresim një vajzë të re, të talentuar dhe shumë inspiruese, e cila ka nisur rrugtimin e saj akademik në Maltëzi dhe sot po vazhdon atë në një nga qytetet më dinamike të botës, në New York. Ajo studion arkitekturë dhe përmes përvojës së saj po ndërton jo vetëm ndërtesa, por edhe një vizion të ri mbi kulturën, kreativitetin dhe përgjegjësinë që arkitektura ka ndaj shoqërisë. Sot do të flasim për sfidat, sukseset dhe ëndrat e saj për të ardhmen. Me neve nëpërmjet kanalit të Zoom është Kristina Lukić. Mirëmëngjesi Kristina dhe faleminderit që pranove ftesën të jesh këtu me neve nëpërmjet platformës Zoom për të realizuar këtë intervistë që unë sapo e lajmërova tani. Mirëmëngjesi Gzona, e faleminderit për thirrjen tënde. Faleminderit që pranove ftesën edhe një herë dhe gëzuar edhe një herë festën ty edhe të gjithë familjes tënde. Faleminderit shumë. Kristina, më trego pak rrugtimi yt akademik ka nisur në Maltëzi dhe sot vazhdon në New York. Si do ta përshkruaje këtë kalim dhe çfarë ka ndryshuar më shumë për ty si studente dhe si në këtë fushë të arkitekturës? Kalimi nga Maltëzi në New York ka qenë një ndryshim shumë i madh. Këtu punohet më intensivisht dhe gjithmonë të pyesin pse bën një projekt, jo vetëm si duket. Gjithashtu këtu është e rëndësishëm green building dhe certifikimet si LEED janë pjesë e përditshme në projekteve dhe kjo më ka bërë të mendoj më shumë për materialet, energjinë dhe ndikimin e ndërtesave në mjedis. Sa ka ndikim ka pasur formimi bazë në Maltëzi në mënyrë se si sot e qasësh në arkitekturën në Amerikë? Shkollimi im në Maltëzi më ka dhënë bazën teknike dhe disiplinën në punë. Këtu në Amerikë ndërtoj mbi ato bazë më shumë analizë dhe mendimin konceptual. Unë shoh arkitekturën jo vetëm si dizajn të ndërtesë, por si dizajn mënyre si jetojmë, si ndihemi dhe si lidhemi me njëri me tjetrin. Unë mendoj se arkitektura pasqyron identitetin dhe vlerat tona. Cilat kanë qenë ndoshta edhe sfidat më të mëdha gjatë studimeve në një ambient kaq konkurrues siç është edhe New Yorku? Sfida më e madhe është koha e kufizuar dhe kërkesat e larta. Duhet të dorëzosh më shpesh me cilësi të mirë dhe të jesh gjithmonë aktiv dhe e përgatitur për gjithçka. E ke ndjerë veten ti të përgatitur për këtë rrugtim dhe udhëtim në Amerikë? Jo aq shumë, sepse është ka qenë rrugtimi shumë i zor, po sidomos me ndryshimin kulturore në Amerikë, se këtu janë shumë kemi shumë ndryshe kulturë, nuk është si në Maltëzi. Dhe me të thënë drejt, ky rrugëtimi ka qenë shumë i zor, por po mbarahet më shpejt dhe me vjen mirë për tana sukseset që i kam bë dhe inshallah kam me pas edhe më shumë. Patjetër, edhe ne të urojmë shumë suksese, por më trego si të erdhi ideja dhe mundësitë për të vijuar këtë rrugtim atje në Amerikë, në New York? Ideja ka se kam pas qef gjithmonë me studiu jashtë dhe New Yorku është një qytet shumë i madh dhe ka shumë mundësi të madhe. Mu më duket se New Yorku ne shumë mundësi në krejt botën dhe ideja ka ardhur se unë
kam mësu arhitektur, edhe kam dash me kry edhe një shkollë ma të lartë, me ba një master, edhe që një këto e kam zgjellë New Yorkun, se New Yorku si maj mali qytetin e botë. Ne të urojmë shumë suksese. Po më trego sa ndikon larmia kulturore e New Yorkut në mënyrën se si konceptohen projektet arkitekturore? Dikon shumë, sepse këtu njerëz janë nga kultura dhe vendet e ndryshëm, secili sjell përvoja dhe nevoja të ndryshëm, dhe kjo me ka ndihmua me mendua me gjëra me mendu ndryshëm dhe me ba projekte për njerëz të ndryshëm, që unë në Maltezi nuk e kam pas mundësi. Ke hasur ndoshta atje edhe bashkëvendasit e tu, nga Mali i Zi, ndoshta edhe shqiptar nga rajoni Shqipëria, Kosova, ke pasur rast të bashkëpunosh ndoshta edhe me ta? Po, sidomos në arhitektur e në construction, këto në New York janë shumë nga Shqipnia, nga Malezi, nga Kosova, dhe këto janë tanë për bildingje, janë super, më shumë janë shqiptar, dhe kam pas mundësi mi njoftuar, po edhe në shkollë tjeme kam njoftu prej Shqipnijet, Kosovët, studente, prej Malezi, ja, nuk i kam njoftua, më mdoket se jam unë prej Malezi në shkollë tjeme. Si u ndjeve që ke hasur ndoshta edhe ke pasur edhe bashkëpunime me to, me shqiptar atje? Jam ndjehur mirë se kam folë shqip, edhe kam mujt me pa se ata më kanë ndihmu shumë, edhe më kanë pritur me shumë dashamirësi ndoshta, e? Njashto, ja, me shumë dashamira, ti e jona, ti e shqiptarët, dhe njashto, dhe më kanë mësua, dhe janë shumë hapur për me të mësua, për me të kalzua, për me të... Gjinja jonë dojnë me të një mua, dhe gjana shumë e mirë një këto. Shumë mirë. Me tregoa mendon se arkitektura në Amerikë i jep më shumë hapësirë mendimit kritik dhe eksperimentimit krahasuar në Ballkan? Po, këtu nuk mjafton që projekti do ketë i bukur, duhesh të shpjegosh pse funksionon, si përdorohet dhe pse si mundje me ndihmua. Ka shumë diskutim me profesora dhe studentet e tjerë, dhe çdo prezantim e bëjmë me shumë analizë. Kjo me detyron të mendosh ma thellë dhe të kuptosh ma mirë ndikimin që ka projekti të njerëzit në mjedisin. Si të ka ndihmuar ndoshta edhe të qeni të rrethuar nga perspektiva të ndryshme në rrjetin tënd profesional? Me ka ndihmuar të jem ma hapur dhe ma sigurt. Kur dëgjon mendimet e ndryshme, me son ma shpejt dhe përmison punën që ke me punën tënde. E dim që ti ke ndërmarrë edhe pjesë në disa projekte. Projekti Olivets është një moment i rëndësishëm në karrierën tënde. Si lindi ideja dhe si u përfshive në këtë projekt? Projekti erdhi nga shkolla. Shkolla janë na ban mundësi të projekte që i kena edhe
t'i publikojnë, që është një mënyrë e mirë. U përshiva sepse është një kishë ekzistueshe dhe me shumë histori dhe rëndësi të madh për komunitetin, dhe ishte diçka tjetër, shumë e re për mu sepse kur nuk kam bë asnjë projekt të një objekt fetar. Cilat ishin ndoshta edhe sfidat kryesore të punës në një objekt fetar, sidomos pa pasur plane ekzistuese? Sfida më e madhe është mungesa e planeve. Duhet ish dash me kuptu ndërtesën nga e para, se s'kam mujt as mi mat, se ish shumë një projekt, një objekt ish shumë i madh, ish afër 13 metra lart, edhe 20 metra afër 13 metra lart edhe 20 metra kështu vajt. Po, e kuptueshme. Si u ndjeve kur u publikua edhe projekti dhe çfarë kuptimit ka pasur kjo për ty si një arkitekte e re tashme? Unë ndjeva shumë krenar dhe e motivuar. Ishte hera parë që një projekti im u publikuar dhe kjo me dha shumë besim. Me beri të dihem sikur puna ime po svihet, dhe po vlerësohet edhe është jashtë klasës. Për mua është një hap i rëndësishëm si arkitekte, sepse me tregon që mund të punoj seriozisht edhe me projekte reale dhe përgjithësi. Sa kohë ndoshta të ka marrur për ta punuar një projekt të tillë? Afër 3-4 muaj, me tane plane, me analize, me koncepte, me tana. Çfarë të mësoi ky projekt për përgjegjësinë që arkitektura ka ndaj komunitetit? Me mësoj se arkitektura duhet të respektoj njerëzit dhe historinë e vendit. Çdo projekt është shumë i rëndësishëm për të vendin, edhe çdo ndjehyrje ndikon drejt për drejt me komunitetin. Dhe duhemi me pas respekt për komunitetin kur dona me ba projekte. Është shumë e rëndësishëm. Çfarë bën arkitekturën për Kristinën më shumë se një profesion? Nëse mund të na tregosh kështu në disa pika të shkurtra. Arkitektura për mu ndikon direkt në jetën e përditshme të njerëzve. Ajo ndikon si jetojmë në shtëpi, si punojmë, si lëvizim në qytet dhe si dihemi në një hapësirë. Nuk është vetëm të bësh një ndërtesë të bukur, është të krijosh vend ku njerëz ndihen të mirë, ndiheni të sigurt dhe e kanë jetën më të lehtë. Për mua arkitektura është mënyrë për të ndihmuar njerëzit dhe për të lënë diçka më mirë pas vetes. A ka pasur ndoshta edhe momente dyshimi gjatë këtij rrugtimit tënd dhe si e ke kapërcyer këto momente? Po, sidomos në fillim, kisha edhe vështirë me gjuhën, sepse në arkitekturë ka shumë terma profesionale që nuk i kisha mësuar në shkollë. E kam kapërcyer duke mësuar më shumë çdo ditë, duke pyetur kur nuk kuptoja dhe duke mësuar nga gabimet. Cilat do të ishin ato këshilla, posaçërisht që vajzave do t'ja jepje për që kanë dëshirë ndoshta edhe të studiojnë jashtë vendit? Cila është ajo këshillë që ti
ja jep vajzave, edhe të rinjve të tjerë? Të besoj në veten e tyre dhe të mos kenë frikë nga sfidat, me punë dhe pa u dorëzuar gjithçka është e mundur. Mos heq kur dorë nga ëndrat dhe vazhdo për profesionin tënd, edhe do t'i dalsh. Një mesazh shumë i bukur për të gjithë ato të ri dhe të rinjat që kanë një vizion për një të ardhme më të mirë dhe më të ndritur jashtë këtij vendi, por pse jo ta fitojnë bazën kryesore dhe të vinë të kontribojnë ashtu siç duhet në vendin ton të bukur të Ulqinit. Të ndërlidhem edhe me këtë që thash, më trego ku e sheh Kristina veten pas disa vitesh, në Amerikë, në Evropë, apo në Ulqin, për me një kontribut nga arkitektura që ti tashmë ke studiuar dhe për të punuar në cilin vend? Edhe nuk e di të saksisht ku e shoh veten pas disa vitesh. Ajo që e di me siguri është se dua të vazhdoj të punoj si arkitekte. E besoj se një ditë do të punoj edhe do të kontributoj për Ulqinin, për vendlindjen time. Dhe dua të sjell përvojën time për të bërë projekte që janë të mirë për njerëzit dhe për mjedisin, që përdorin më pak energji dhe materiale më të qëndrueshëm. Kristina, unë të falenderoj që në këto ditë feste ti përzgjodhe të jesh me ekranin e televizionit të UTA këtë mëngjes. Unë të uroj edhe një herë shumë suksese dhe gëzuar edhe një herë festat e fundvitit. Faleminderit shumë. Faleminderit Sekzona, gëzuar viti i ri, edhe faleminderit edhe një herë për thirrjen tënde.